E para janë spekulime, sepse e vërtetë është që LDK asnjëherë nuk ka kërkuar kurrë pozicione prej partisë në pushtet. Por e vërtetë është që po LDK-ja insiston që Kosova mos me pas vakum institucional, me pas presidentin e zgjedhur, ka qenë proaktive në ide të cilat i ka dhënë që nga fillimi. Kem thonë që jemi për një emër konsensual që ndër vete i bashkon gjitha partitë politike, ose nëse kjo nuk është e mundur, atëherë duhet një marrëveshje klasike, por asnjëherë nuk e kemi vendosur veten në qendër të këtyre diskutimeve, sepse partia në pushtet ka mundësi me zgjedhë partner tjerë. Por çka është e vërtetë është që neve na duhet me u zgjedh presidentin, afat sa më të shkurt, por nëse kjo nuk është e mundshme, atëherë është faji i tjetërkujt. E dyta, po LDK-ja sot e ka shpalosur një listë të kryesisë, e keni pa edhe në njoftimin që e keni marrë sigurisht, thotë që kjo listë është preliminar, nuk është preliminar, është lista e parë, pra mund të plotësohet edhe me emra të tjerë nga degët e mëdha që kanë mbetur jashtë për shkak të mos ndoshta pasjes mundësi që të ata pjesëtarë të deklarohen për pozicionet e tyre nëse duhen me marrë mbrana partisë apo jo. Pra mos e merrni si diçka të përfunduar, ka me vazhdu lista e kryesisë e LDK-s me u përmbush edhe me emra të tjerë dhe shpejt ndoshta keni me pas një listë përfundimtare.